Detajet e reja po dalin në dritë lidhur me marrëveshjen mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, e cila synon të jap fund muajve të konfliktit dhe të hap një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi në një intervistë për Fox News se presidenti Donald Trump mund të vendosë publikimin e marrëveshjes edhe para datës së parashikuar zyrtarisht. Sipas Vance, aktualisht ekzistojnë disa procedura diplomatike që po koordinohen me ndërmjetësit ndërkombëtar, përfshirë Pakistanin dhe Katarin, ndërsa ceremonia formale e nënshkrimit është planifikuar të mbahet të premten. Ai tha se dëshira e presidentit Trump është që memorandumi i marrëveshjes të publikohet pas ceremonisë zyrtare. Megjithse, nuk përjashtohet mundësia që dokumenti të bëhet publik më herët. Një nga çështjet më të diskutuara ka qenë nëse marrëveshja përfshin mbështetje financiare amerikane për Iranin. Për këtë pikë, Vance ishte kategorik, duke deklaruar se Teherani nuk do të marrë asnjë fond direkt nga Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, marrëveshja parashikon që nëse Irani respekton detyrimet e marra dhe nëse sanksionet lehtësohen gradualisht, vendet e tjera mund të investojnë në ekonominë iraniane. Megjithatë, ai theksoi se çdo përfitim ekonomik do të kushtëzohet nga zbatimi i plotë i marrëveshjes. Zyrtarët amerikanë bëjnë të ditur se dokumenti është firmosur tashmë në mënyrë elektronike nga drejtuesit e të dy vendeve, ndërsa nënshkrimi ceremonial pritet të zhvillohet gjatë kësaj jave në Gjenevë. Marrëveshja konsiderohet një nga zhvillimet më të rëndësishme diplomatike të viteve të fundit në linjën e mesme dhe po ndiqet me vëmendje nga tregjet globale, aleatët të SBA-s dhe vendet e rajonit.